Menaxhimi i plazheve këtë sezon nga Bashkia Lezhë solli jo vetëm kushte më të mira për pushuesit, por edhe një bilanc pozitiv në të ardhura. Administrimi u bë përmes shoqërisë Lezhë Invest, e cila pavarësisht disa sfidave arriti të garantojë një klimë të përshtatshme për vizitorët. Drejtori i Lezhë Invest, Besmir Froku, thotë se fitimet neto ka përcjellë shifrën e 19 milion lekëve, duke administruar vetëm 20% të Bregdetit, ndërsa pjesa tjetër mbetet publike pa pagesë. Bilanci ka dalë pozitiv në vlerat diku te 32 milion lekë të reja, ka qenë gjithë argëtuara, të gjitha stacionet e plazhit janë argëtuar me kasë fiskale. Punojësit kanë qenë diku te 55 punojës, të ndarë në mbrojtues që kanë qenë diku te 21 mbrojtues dhe pjesa tjetër kanë qenë punëtorë shërbimesh me mirëmbajtjes të stacioneve të plazhit. Dhe shpenzimet e tyre janë diku te 12 milion e gjys lekë të reja dhe fitimi neto është diku te 19 milion lekë të reja. Kjo është mënyra e përgjithshme nga ana ekonomike, nga ana financiare. Por ajo që unë dua të përcjell është thyrja e disa barrierave të cilat nuk kanë ndodhur me herë. Pavarësisht se kjo ka qenë viti i parë, ka pasur disa problematika, por do ndalem fillimisht tek barrierat. Ne kemi pas gjitha stacionet e plazhit menaxhuara me mbrojtues. Kemi pas, ju dini shumë mirë, ka qenë një sezon që nuk ka mbajtur koha shumë e mirë, kemi pas edhe problematika me motin, ka pas edhe dallë, dhe për fat mirë të gjithë mbrojtuesit tonë kanë qenë të angazhuar maksimalisht edhe në bashkëpunim me policinë bashkiake dhe si rezultat i gjithë kësaj fryme bashkëpunimi, për fat mirë nuk kemi pas asnjë rast problematik me vdekje personë pushuesve në plazhet tona që janë të menaxhuara në gjithë vijën bregdetare plazhit që menaxhon Bashkia Lezhë. Gjatë këtij sezoni veror nuk kanë munguar as problematika të cilat synohen t'u jepet zgjidhje vitin e ardhshëm, pasi me përfundimin e kontratave 5 vjeçare të operatorëve privat, sipërfaqja administruar nga bashkia do të zgjerohet. Gjithashtu ne kemi ofruar një pasardhti model. Gjithashtu ne kemi ofruar gjitha sinjalistike, gjitha kushtet e nevojshme që ka një stacion plazhi, duke filluar te sinjalistika detare që kanë qenë bova, duke filluar te kushtet e meteorinës në çdo stacion plazhi, te pasardhtia, te niveli i mirë, le të themi, jo domethënë i mirë, shumë i mirë i shazllonave dhe i çadrave që ne kemi ofruar në plazhet tona. Ne do të mendojmë që të shtojmë fluksin, të shtojmë kapacitetet e vojtuesve në plazhe, duke menaxhuar edhe plazhe që mund të jenë publike pa pagesë, sepse për ne është shumë e rëndësishme, por që kjo ka një kosto dhe atë kostën ne do ta mirë menaxhojmë, le të themi. Që do të kenë gjitha kushtet e nevojshme sipas VKM-s, duke bërë një distancim, një diferencim total me çka ka ndodhur vitet më përpara. Raporti i analizës për menaxhimin e plazheve u miratua edhe nga Këshilli Bashkiak, i cili vlerësoi suksesin dhe performancën e arritur gjatë këtij sezoni.